52% të votave të shqiptarëve, të marra si që mori, me pazare, me pushtet, me para, me patronazhist, me policie, me radhë, pra mori 52% që do të thotë konvertuar me matematikë të thjesht tashmë, në diku 73 apo 74 mandate. Kaq do duhet kishte sot Edi Rama. Në fakt ka 83, ka marrë 9 mandate shtesë dhe i ka marrë për shkak se ja bëri dhurat Sali Berisha në 2024. Dhe jo vetëm kaq, por Sali Berisha ishte ai që propozoi edhe listat e mbyllura. Tashmë, sigurisht të kthehesh tek Shqipëria një zonë unike, besoj është një gjë pozitive. Edhe listat e hapura, totalisht të hapura, është një gjë pozitive. Ajo që s'kuptoj unë, është po si ka mundësi Sali Berisha, Partia Demokratike e tij, njerëzit e tij që propozuan, sot po u ashesin publikut, po dhe në këtyre partive të cilët duan të shkojnë në ombrellën e tij, në vathën e tij, po ashesin si lëshim. A do duhet kërkonin falje? A do duhet kërkonin të bënin transparencë për pazarin që bën në 2024? Dhe është e qartë se bën pazarin. Për këtë vullur dhe këtë logon e asaj partie që bën me Edi Ramën. E pra, në këtë pik, ka një gjë që kërcet në këtë marrëveshje që juve më thatë, nga perspektiva e Sali Berishës. Unë e kuptoj qëndrimin e tij. Ai kërkon, duke u shitur diçka që se ka në dorë në fakt, t'i bëj bashk edhe Lapajn apo dhe të tjerë. E sigurisht nuk e ka keq. Këtu është një lojtar i mirë. Parti të reja, ato partit që një vit më parë dolën dhe Lapaj, Shqipëria bëhet është një nga partitë e cilat doli si parti antisistema, po jo? Në qartë. Pra një parti e cila ishte kundër Ramës, kundër Berishës, kundër pakteve të bëra në kurriz shqiptarëve prej tyre, filluar nga 2008, e për këtë arsye mori një numër të lavdërueshëm votash, të shëndetshëm si për herë të parë. E kam të vështirë të kuptoj tashmë se interesin e Berishës tash e kuptoj, do që tas më qëndro pak këtu, Ali Beaj. Ja shifni. A ka moral politik kur shpesh herë në këtë studion panelet televizive nuk ju bashkuan asnjë moment protestës dhe foltorëve të Berishës të hënën zoti Lapaj, por distancoi me grupin e tij, e drejtë e tij gjithashtu, dhe tashmë gjendet gjuha e përbashkët. Ka moral politik këtu? Këtu do dilja. Nuk ka. Ajo që juve thatë është një gjë shumë e vogël. Pra, kuptoj, tendenca ka qenë për të ruajtur identitetin e vet, pra identitetin e veçantë, identitetin e ndryshëm. Pra, ky nuk është si Berisha. Po. Edhe motivin pse nisi valën e protestave 24 orësh në terren. Po, është edhe më rënd, sepse 10 muaj më parë, pikërisht zoti Lapaj, përfaqësuesit e vet, grupimi i tyre, u konsideruan si të shitur tek Rama, si pateric të Ramës. E sigurisht për këtë pikë, unë besoj nuk është çështje e moralitetit politik, po dhe moralitetit njerëzor. Çfarë të lidh? Ja pyetje kam unë. Shqipëria bëhet janë këta? Po. Ndjes, sepse mund të jem pak emocional, sepse unë e pash e kam parë me shumë dashamirësi marrjen e një numri të madh, relativisht të madh votash prej subjektit të tyre si një shenjë edhe të emancipimit të publikut shqiptar, të zgjedhësve shqiptar. Po pyetja që kam unë, nëse Shqipëria nuk është bërë në këto 20 vite, pa filloi nga 2008, nuk është bërë prej Ramës, nuk është bërë prej Berishës. Nuk është bërë prej këtyre dy personazheve. Si ka mundësi të bëhet Shqipëria tashmë duke ju bashkuar Berishës? Duke ecur djathtas. Po mund t'i bashkohesh më mirë në këtë situatë, mund t'i bashkohesh edhe Ramës, se Berisha lajthaj 50 mandate ka, nuk bën dot ndryshime të kushtetutës, pra të sjellë sistemin. Rama po, ka 83, ka 86, po doni ju. Po. E pra në këtë pikë ka një mungesë, sipas opinionit tim, të madhe të moralitetit politik që është në fakt simptoma më e rëndësishme e Mrusi Përbashkët që ka bashkëshoqëruar skenën politike shqiptare në jo vetëm në këto 20 vite,
Gjithsesi, duhet ta them edhe këtë të fundit, është zgjedhje e gjithë secilit për të bërë zgjidhjen e vet. Nuk kam asnjë lloj qortimi në këtë pikë, por ama një gjë mund ta them. Sipas opinionit tim, atë që thash në fillim, skena e vjetër politike, bipartizanizmi, duopoli që janë duke mbajtur njëri dhe tjetër me thonjë, i cili është drejt fundit. Shikoni luftën që bëhen brenda Partisë Demokratike, e tham pak më parë, me përjashtime, me vot përjashtime. Shikoni shenjat e rebelizmit brenda Partisë Socialiste, me përjashtimin e Spiropalit, apo edhe Jo, nuk është përjashtuar Spiropali. As për për Braço. Me qeveria. Me qeveria. Nuk është më ministra. Nuk ka degradim më të madh në një repart ushtarak, siç është Partia Socialiste, qeveria e tyre, se sa të të heq 6 muaj, as 6 muaj, pasi të ka emëruar me shumë saltanete dhe me shumë lajle lujle, ministrin e jashtëm. Nuk është hera parë që ndodhë që zëvendësohet kabineti ministror dhe shpeshere kemi konsideruar dhe ne si rokat ndryshimesh, po. Nuk është e përjashtuar për t'i qëndruar terminologjisë, se kemi vetë përjashtimin e Salianit si term. Asnjëherë në 6 muaj, asnjëherë në fillim të mandatit, asnjëherë kur ke marrë 83 mandate, mandatin e 4, ke marrë vota më tepër se sa çdo legjislaturë tjetër e mbarshme, që tregon fare qartë që po sistemi që kanë ngritur, që është sistem jo dypartijak, po 2 personazhesh, me një koncentrim maksimal dhe ekstrem të pushtetit, i cili nuk duron dot asnjë lloj qëndrimi disident, se s'po them opozitar, disident brenda partive të tyre. Gjithsesi, po thosha këtë gjë, se kishim ke moraliteti politik, sigurisht edhe i fundit që doja thoja te kjo çështja e kësaj marrëveshjes së forumit politik. Dhe një pyetje kam. Më fal, po çfarë janë duke diskutuar? Ndryshimin e sistemit? Me qëndro pa këtu, te kjo pyetje që bëre. A është kjo një tentative lapajt, jo vetëm të lutem do të ndërpres pak, a është një tentative lapajt e zotit Shehi, Ndjes Dashej, që është në këtë grup diskutimesh për të kazavjer apo për të kapur që ndonse ndryshimet mund të ndodhin dhe shpesh herë është analizuar se PS dhe PD mund të bëjnë ndryshime që nxjerrin jashtë loje partitë e vogla dhe të reja, të kenë ato tentativën për të kapur apo për të ngrënë një copë tort, sa do e vogël të jetë, që mos i dëmtoj sistemi në këtë sens e ka. Doja ti konsideroja kaq të vegjël, në kuptimin që po shkojnë për një copë tort. Kjo do ta rrezonte totalisht gjithë fabulën për secilin që i bashkohet Sali Berishës, me thënë të drejtën. Thënë kjo, më duhet të them edhe diçka tjetër. Sigurisht, unë e thash në fjalën time që sa mirë që Shqipëria të bëhet një zonë, sa mirë listat e hapura, gara është gjithmonë e mirë. Por, të mos kesh momente skepticizmi, ose të mos vendosh në një kusht tek e fundit, më duket jo normale. Pse? Sali Berisha nuk ka vota për të ndryshuar as kodin zgjedhor, aq më pak kushtetutën. Rruga e vetme është që të bashkëpunojë me Edi Ramën, që t'i bëjnë